Dielli kishte filluar zbritjen e ngadalt pas majave të mpreta të malësive blu kur maja më në fund arriti në skajin e vjetër të fermës. Ajri ishte i hollë dhe mbante erën e tharë të pishave dhe tokës së thatë. Një kontrast i plot me ajrin e ngrirë të mbytur të qytetit nga i cili kishte ikur vetëm 2 ditë më parë. Çdo hap që bënte në shtegun me zhavor ndjehej si një ushtrim durimi. Çizmet e saj prej lëkure të vjetër kërcitnin në gur me një ritëm të vetmuar që dukej se jepte jehon zemrës së saj. Valigja prej alumini që mbante në dorën e djathtë ishte e vjetëruar dhe e gërvishtur, sipërfaqja e saj pasqyronte vjollcat e errëta dhe portokallin e djegur të qiellit që po erësoi. Por nuk ishte pesha fizike e pak gjërave të saj ajo që i bënte supët të dhimbën. Ishte graviteti i madh i gjithçkaje që kishte lënë pas në kaosin e ndritur me neonit të Bregdetit. Një burr që ishte zhdukur si mjegull në përmendjen e një fëmije. Një nën zhgënjimje së cilës ishte një mur i ftohtë, i padepërtueshëm. Dhe 8 muaj të një shtatzënie që ajo e kishte mbajtur në tërësi. Ter i frikshëm. Ajo ndaloi për një moment duke e mbështetur dorën e majt në kthesën e barkut të saj të rëndë. Ndjeu goditjen e vogël të pandërprerë të jetës që po rritej brenda saj. Para saj qëndronte shtëpia e fermës, një strukturë e thjeshtë prej kedrit të motit dhe gurësh fushore që dukej sikur ishte lindur drejt për drejt nga toka e malit. Linja e çatis ishte paksa e pabarabartë. Një val e butë e pllakave e siluetuar kundër muskut. Dhe për një rrahje zemre, Maja ndjeu një val të së njëjtës panik që e kishte ndjekur që kur kishte bërë telefonatën e rrëmbyer 3 net më parë. Pyeti veten duke menduar nëse vërtet kishte vend për një grua të thyrë në një shtëpi që kishte qëndruar aq e fortë për kaq shumë dekada. Pyetja varrej në ajrin e freskët të mbrëmjes, pa përgjigje, derisa dera e rënd prej lisi kërcëriti e hapur para se ajo të kishte mundësinë të ngjiste dorën për të rrahur. Teze Dorontina u shfaq në prag, e kornizuar nga një shkëlqim i butë që derdhej nga kuzhina prapa saj. Ajo ishte një grua 72 vjeçe, ose ndoshta 68. Maja nuk kishte qenë kurrë krejt e sigurt për numrin e saktë. Por vitet ishin gdhendur në lëkurën e saj me precizitetin e një skulptori mjeshtër. Fytyra e saj ishte një hartë e një jete të jetuar përmes dimrave të rëndë dhe vjeljeve të varfra. Me rrudha të thella rreth syve që flisnin si për të qeshur ashtu edhe për hidhërim të madh. Flokët e saj ishin një goditje e bardhë e habitshme. Tërhequr prapa në një top të thjeshtë, praktik. Dhe trupi i saj ishte i dobët. I dobët në mënyrë të frikshme, mendoi Maja. Ai lloj dobësie që i përket njerëzve që u japin përparësi detyrave të tyre para vaktit. E megjithatë, ndërsa qëndronte aty, kishte një aurë të padiskutueshme të forcës së patundur rreth saj. Një qëndresë që kalimi i kohës nuk kishte arritur ta erodonte. Dorontina zbriti 3 shkallët prej druri me një hir të ngadaltë, të matur. Dora e saj duke u mbështetur lehtë mbi parmendën ndërsa ju afrua gruas që kishte parë për herë të fundit si një vajzë e 7 vjeçe me sy të hapur. Kur sytë e saj të zbeth, të ujët me ngjyrën e një përroj malor pas një shiu të rënd, më në fund u vendosën mbi formën e shtatzën të Majës, ata u shndritën me një njohje të papritur, të pathënë. Ajo nuk qau. Dorontina kishte mësuar shumë kohë më parë se lotët ishin një luks që gratë në këto male rrallë mund ta përballonin kur kishte punë për të bërë dhe shpirtra për të shëruar. Në vend të kësaj, ajo thjesht zgjati dorën dhe mori valigjen e rënd nga doka e dridhur e Majës. Kapja e saj çuditërisht e fortë për diktë të moshës së saj. Eja brenda, bi, tha Dorontina. Zëri i saj një rrahje e ulët, melodike që ndihej si një batanie e ngrohtë kundër ftohtësisë së malit që po rritej. Ajri i natës në këto vise është shumë i mbret për një grua në gjendjen tënde që të rish në një taracë. Je në shtëpi tani, dhe kjo është e gjitha që ka rëndësi. Ajo nuk pyeti për burrin që nuk ishte aty. As nuk përmendi nënën e Majës, ose rrethanat që e kishin sjellë në këtë cep të largët të botës. Ajo thjesht u kthye dhe e çoi rrugën brenda në shtëpi, duke lëvizur me besimin e qetë të një bariu që udhëzon një qenç të humbur përsëri në tufë. Maja e ndoqi, duke kaluar pragun dhe duke ndjerë menjëherë nxehtësinë e zbutur, përfshirëse të sobas me dru që ndodhej në cepin e kuzhinës, sipërfaqja e saj prej hekurit të zi duke pulsuar me një ngrohtësi të qëndrueshme, jepse jetë. Kuzhina dukej saktësisht ashtu siç e kujtonte Maja nga copzat e paqarta të fëmijërisë së saj. Aroma e pasur, toksore e kokrave të kafes që blueshin me dorë.
E thartë e ëmbël e fillimit të brumit të thatë që gurgullonte në një enë balte. Dhe aroma e zbeth, themelore e halëve të pishës dhe dyllit të bletëve. Dorontina tregoi drejt një karrigeje të fortë, me mbështetëse të lartë prej druri në tryezën e gjatë të fermës dhe i tha të ulej. Toni i saj nuk linte vend për debat. Ndërsa Maja ul në karrige, tensioni që e kishte mbajtur trupin të ngurtë për muaj më në fund filloi të shpërndahej. Këmbët e saj, të ënjtura dhe me zhurmë brenda këpucëve të saj të ngushta, gumëzhinin me një dhimbje të zbeth që ndihej çuditërisht si lehtësim. Një manifestim fizik i fundit të udhëtimit. Ajo e mbështeti barkun në buzën e tryezës dhe vështroi tezën e saj duke lëvizur me efikasitet të stërvitur rreth hapësirës së vogël. Stike ngrën një vakt të mirë në ditë, bie ndërmend, vëreti Dorontina, jo si pyetje, por si deklarat fakti. Ajo nuk priti përgjigje, në vend të kësaj u kap pas një tenxhereje të rëndë prej hekurit të derdhur që kishte zier në pjesën e prapme të sobas. Ajo hodhi një lloj të trash, supë të artë në një pjatë të gjerë prej qeramike. Një supë me pulë dhe misër që dukej dielli veror dhe barishte. Pranë pjatës vendosi një fetë të trash buke të errët, të kërcelur dhe një copë të vogël gjalp që kishte ndërruar vetë atë mëngjes. Thjeshtësia e gjestit, mungesa e gjykimit në sytë e hallës, i shtrëngoi fytyn e Majës me një emocion të papritur, dërmues. Ajo filloi të hante, lotët e saj duke rrëzuar në heshtje në supën. Duke u përzier me ngrohtësinë e ushqimit që ushqete si trupin e saj, ashtu edhe shpirtin e saj të thyer. Pasi mbaroi vaktin, Dorontina e çoi në një dhomë të vogël fjetjeje, të pastër në pjesën e pasme të shtëpisë, ku kishte një dyshek të ri të shtrirë mbi një kornizë të vjetër lisi. Atje digjej një qiri i vetëm në komodinë dhe kishte një dritare të vogël që shikonte mbi arat e perimeve të fjetura dhe siluetat e errëta të pyllit. Kjo është e jote për aq kohë sa të duhet, përshpëriti Dorontina. Dora e saj duke u mbështetur për një sekond fluturuese mbi supin e Majës përpara se të largohej. Atë natë, për herë të parë që kur kishte parë dy vija roz në një shkop plastik në një banjë të ngushtë të qytetit, Maja fjeti. Ajo fjeti me tingullin e erës që përshpëriste përmes bredhave dhe ulërimit të largët, të ulët të hutave të malit. Foshnja e saj më në fund e qetë dhe e sigurt brenda saj. Mëngjesi i ardhshëm nuk erdhi me një zile të butë, por me këndimin brillant, arrogant të një gjelthi që duke i vendosur të zgjoje të gjithë qarkun. Maja hapi sytë në dritën e zbeth të agimit. Për një moment e hutuar nga mungesa e sirenave dhe gumëzhima e trafikut të largët. Muret e dhomës ishin bërë prej trungjesh të ashpër. Dhe ajri ishte i freskët dhe i kthjellët. Duke mbajtur erën e brymës së parë. Trupi i saj ndjehej i rënd dhe i ngurtë. Por buza e mbret, e therë e lodhjes së natës së mëparshme ishte zbutur në një lodhje të menaxhueshme. Ajo u ngrit ngadalë, duke u mbështetur në dyshek dhe bëri rrugën drejt dritares. Qielli ishte një indigo e thellë, kadife. Nuanca e saktë e botës menjëherë përpara se dielli të vendosë të tregojë fytyrën. Dhe ajo mund të shihte mjegullën që ngjitej në dyshemen e luginës si një copë e grisur e bardhë. Në oborin poshtë, një figurë po lëvizte me precizion ritmik përmes hijeve. Ishte një burr i gjatë dhe me shpatulla të gjera, duke mbajtur dy kova të rënda metalike drejt hambarit. Ky ishte burri që Maja kishte parë për një çast natën e kaluar. Ai që kishte bartur valigjen e saj brenda përpara se të zhdukej në errësirë. Nga pikpamja e saj, ajo e vështroi atë duke shpërndar misër për pulat. Lëvizjet e tij të lëngshme dhe të palëshkuara. Ai nuk ngriti syt drejt shtëpisë, duke i kënaqur me punën e tij të vetmuar. Dhe kishte diçka në mënyrën se si ai lëvizte, me një dinjitet të qetë, të papretendueshëm që i kapi vëmendjen e Majës. Ai dukej si një burr që ishte i njohur ngushtë me dheun dhe stinën. Dikush që nuk kishte nevojë për fjalë për të justifikuar ekzistencën e tij. Kur Maja më në fund erdhi në kuzhinë, Dorontina ishte tashmë të sobja, përparsesa e lidhur fort rreth belit të saj. Një tenxhere me kafe po ziente dhe era e proshutës së skuqur mbushte ajrin. Mirë mëngjes, Maja, tha gruaja më e vjetër, zëri i saj i qëndrueshëm si një rrahje zemre. Ulu. Ka qumësht të freskët në tryez dhe disa biskota që i nxora nga furra para 10 minutash. Maja ju bind, duke ndjerë një ndjenjë të çuditshme përkatësie në rutinën e thjeshtë të mëngjesit. Ajo vështroi Dorontinën duke lëvizur midis pantallës dhe tryezës, duart e saj kurtë të palëvizshme, mendja e saj qartësisht tashmë 3 hapa përpara në detyrat e ditës.
Ishte një jetë me lëvizje të vazhdueshme, me kujdes dhe rregullim, dhe për herë të parë në jetën e saj, Maja ndjeu një dëshirë për të qenë pjesë e saj. Dua të ndihmoj, tha Maja, zëri i saj duke i vogël në dhomën e qetë. Dhe Dorontina ndaloi atë që po bënte dhe e shikoi atë, vështrimi i saj kërkues dhe intensiv. Ajo nuk ofroi një buzëqeshje patronizuese ose një refuzim. Në vend të kësaj, ajo thjesht tundi kokën. Mirë. Trupi është krijuar për punë, edhe një trup që është i zënë duke bërë një person të ri. Por shkojmë ngadalë. Asnjë ngritje e rëndë, asnjë tendosje. Mund të fillosh duke më ndihmuar të mbledh vezët dhe pastaj do të shohim për kopshtin. Pulat kanë qenë të zënë këtë javë dhe kutitë e çerdhes janë plot. Dorontina i dha një shport të vogël, dorezën e saj e lëmuar nga vitet e përdorimit dhe e çoi jashtë në qartësinë e ndritshme të therrë të mëngjesit. Obori ishte një vërshëllim veprimtarie. Pulat kukalisnin dhe piçkonin tokën e ngrirë, puplat e tyre të trazuara kundër të ftohtit. Maja e ndoqi Dorontinën drejt çerdhes, një strukturë e vogël prej druri e ngjitur anash hambarit. Brenda, kur ajri ishte i ngrohtë dhe duke i kashë dhe pupla, Dorontina i tregoi se si të arrinte në barkun e ngrohtë të pulave, duke lëvizur me një butësi që e habiti Majën. Fol me to, këshilloi Dorontina. Atyre u pëlqen tingulli i një zëri. I mban të qeta. Maja futi dorën në kutinë e parë, gishtat e saj duke u fërkuar në guaskën e lëmuar, të ngrohtë të një veze, dhe ndjeu një kënaqësi të çuditshme për arritjen. Ishte një gjë aq e vogël, një veprim i thjeshtë i mbledhjes, por ndihej si hapi i parë në ndërtimin e një jete të re nga rënojat e së vjetrës. Ndërsa dolën nga çerdha, Maja pa burrin nga më herët duke u afruar. Nga afër, ai ishte edhe më mbresëlënës. Fytyra e tij ishte e nxirë dhe e stërholluar, me sy të errët, të menduar dhe një nofull që dukej sikur ishte gdhendur nga graniti shqiptar. Ai vishte një këmishë të rëndë flaneli dhe jelek të vjetër gjinse, duart e tij të njollosura nga dëshmitë e punës së mëngjesit të tij. Ky është Marku, tha Dorontina, duke e prezantuar atë me një kokputhje të shkurtër. Ai më ka ndihmuar ta mbaj këtë vend duke funksionuar që kur i imi, Henriku, vdiq 5 vjet më parë. Marku, kjo është mbesa ime, Maja. Ajo do të qëndrojë me ne për një kohë. Marku nuk tha shumë. Ai thjesht preku strehën e kapelës së tij dhe i dha një tundje të vogël respekti. Gëzohem që u njohëm, Maja, tha Marku, zëri i tij një gjëmim i thellë, jehonues që dukej se dridhej në ajër midis tyre. Ai shikoi poshtë në shportën e vezëve në dorën e saj dhe pastaj përsëri në fytyrën e saj, shpreha e tij e padekodueshme, por jo e pakëndshme. Nëse ju duhet diçka për të lëvizur ose për të bartur, mos shko ta bësh vetë. Më thuaj vetëm mua. Nuk ishte pyetje ose sugjerim i sjellshëm. Ishte një ofertë mbrojtjeje, e dhënë pa pritje ose fanfar. Maja ndjeu një skuqje që i kreu qafën, një nxehtësi që nuk e kishte ndjer për shumë kohë. Ajo i falenderoi, zëri i saj mezi një pëshpërim dhe vështroi ndërsa ai u kthye dhe u drejtua drejt pusit, hapi i tij i qëndrueshëm dhe i sigurt. Pjesa tjetër e mëngjesit u kalua në kopsht, ku Dorontina i tregoi se si të korte kërpudhat e fundit të dimrit dhe si të kontrollonte rënjet e karrotave. Ata punuan në një heshtje të rehatshme, tingujt e vetëm ishin shushurima e erës në pemë dhe pëllëmthimi i largët i një lop në kullotën e sipërme. Maja zbuloi se puna fizike, megjithse e rëndë për trupin e saj të shtatzën, ofronte një qartësi mendore të çuditshme. Ajo nuk po mendonte për qytetin, ose borxhet që kishte, ose burrin që e kishte gënjur. Ajo po mendonte për tokën dhe farat dhe mënyrën se si ndihej dielli në shpinën e saj. Ajo po mësonte se jeta në ferm ishte një seri detyrash të vogla, të nevojshme që shtoheshin në diçka kuptimplote, një mësim që nuk i ishte dhënë kurrë në botën e qelikut dhe qelikut që kishte lënë pas. 2 javë kishin kaluar që nga ardhja e Majës dhe ritmi i fermës ishte bërë aq i natyrshëm për të sa frymëmarrja. Ajo nuk kishte më nevojë për gjelin ta zgjojë. Ajo e gjeti veten duke u trazuar pak përpara se drita e parë të godiste Majat, mendja e saj tashmë duke katalogizuar detyrat e ditës. Trupi i saj u kishte përshtatur me kërkesat e tokës, muskujt e saj u fortësuan dhe hapi i saj u bë më i besuar, edhe ndërsa barku i saj u bë më i madh dhe më i rëndë. Ajo kishte mësuar emrat e të gjitha pulave, temperamentin specifik të lopëve Jersey dhe vendodhjet sekrete ku rrinin më të mirat manafera të egra për gjatë përroj.
Por më shumë se kaq, ajo kishte filluar të kuptonte gjuhën e heshtur të njerëzve me të cilët jetonte, mënyrën se si supët e Dorontinës u përkulej kur ajo ishte e lodhur, dhe mënyrën se si Marku gjithmonë sigurohej që të kishte një kovë të freskët ujë duke e pritur në kuzhinë. Një të martë mëngjes, Dorontina njoftoi se ishte koha për të përgatitur rezervat dimërore të miellit të misrit dhe reçelit. Sot është një ditë për kuzhinën e vjeljes, tha ajo, sytë e saj të ndritur me një ndjenjë qëllimi. Kemi shumë misër që duhen shkardh dhe bluar dhe mollët janë gati për gjalbë. Është një punë e gjatë, por është ajo që na mbush barkun kur dëbora është 2 metra e thellë dhe rrugët janë të mbyllura. Ajo e shikoi majën, një pyetje e pathënë në vështrimin e saj. A je gati të mësosh se si të bësh miell të vërtet malor misri? Maja tundi kokën me entuziazëm. Ajo kishte parë kavanozët e miellit të artë në pantall dhe kishte shijuar bukën e dendur, të ëmbël misri që Dorontina bënte çdo mbrëmje, dhe ajo donte të dinte sekretin pas saj. Ata vendosën vendin e tyre të punës në obor në degët e përhapura të një lisit të lashtë që Dorontina e quante Sentineli. Marku kishte sjell disa thas të mëdhenj të lëkurës të mbushur me kallin misri, lëvozhgat e tyre të thata dhe si letër. Ai u ul në një stol të ulët aty pranë, duart e tij të mëdha duke lëvizur me shpejtësi të pabesueshme ndërsa i hiqte lëvozhgat, duke zbuluar radhët e farave të ndritshme me ngjyrë dielli poshtë. Maja dhe Dorontina u ulën përballë tij, me detyrën të pastronin mëndafshin nga kallind dhe t'i përgatitnin ato për mullirin e vogël, me rrotullim manual që qëndronte në tryezë. Ishte punë përsëritse, ajo lloj që lejonte mendjen të endet dhe gjuhën të lirohej. Dhe për herë të parë, heshtja midis tyre filloi të mbushesh me tregime. Gjyshja ime më mësoi këtë kur unë isha jo më e madhe se një kërcell misri, tha Dorontina, duart e saj duke lëvizur me një hir që vinte nga 70 vjet përsëritjeje. Ajo thoshte gjithmonë se çdo kokër ishte një premtim për një të nesërme, për sa kohë që ishe i gatshëm të punoje për të. Ne nuk kishim shumë atëherë, por kishim gjithmonë misër. Është jeta e këtyre kodrave. Ajo shikoi drejt Markut, i cili po dëgjonte me vëmendje ndërsa punonte. Familja e Markut e dinte këtë më mirë se të gjithë. Gjyshi i tij ishte ai që ndërtoi mullirin e vjetër të dritit poshtë pranë ujvarës, ai që u doq në zjarrin e madh të 1945-s. Marku tundi kokën, një hije e një hidhërimi të vjetër duke kaluar mbi fytyrën e tij. Më mësoi gjithçka që di për drithin, shtoi ai me zë të ulët. Ai do të më thoshte një burr që mund të arrit vetë bukën e tij është një burr që kur nuk mund të thyet vërtet. Ndërsa kalonin orët dhe grumbulli i misrit të shkarkuar rritej, Maja ndiu një ndjenjë të thellë paqësie të vendosej mbi të. Ajo vështroi mënyrën se si Marku dhe Dorontina ndërvepronin, kuptimin e lehtë, të pathënë që ekzistonte midis tyre, një lidhje e përforcuar përmes viteve të punës së përbashkët dhe respektit të ndërsjellë. Këtu nuk kishte pretendime, nuk kishte nevojë për mirësjelljen sociale performative të qytetit. Këtu, ti gjykoheshe nga cilësia e punës sate dhe forca e karakterit tënd. Ajo e gjeti veten duke vëzhguar duart e Markut, e magjepsur nga kontrasti midis eksteriorit të tyre të ashpër, me kalushe dhe mënyrës së butë se si ai trajtonte kallinjt e misrit. Ai ishte një burr me pak fjalë, por çdo fjalë që fliste mbante peshë, dhe çdo veprim që bënte ishte i qëllimshëm dhe i sjellshëm. Në mes të pasdites, ndërsa dielli filloi të hedhë hije të gjata, të ardhë nëpër obor, Maja ndiu një zvarritje të mprehtë, të panjohur në pjesën e poshtme të shpinës. Ajo ndaloi, dora e saj duke shkuar instinktivisht drejt barkut, dhe mori një frym të thellë. Dorontina ishte në anën e saj në një çast, sytë e saj të mprehtë duke skanuar fytyrën e Majës. Je duke e shtyr shumë, bi, tha ajo, zëri i saj i butë por i vendosur. Ulu prapa. Çohu pak. Marku, sill asaj pak nga ai veri mollës i ftohtë nga bodrumi. Marku ishte tashmë në këmbë, shpreha e tij një shqetësim i menjëhershëm. Ai u kthye minuta më vonë me një filxhan kallaj me verë të ëmbël, të kthjellët mollësh, dhe ndërsa ja dha atij, gishtat e tij u fërkuan me të saj. Kontakti ishte i shkurtër, por i dërgoi një goditje elektrike nëpër Maj që i bëri zemrën të rrahë kundër brinjeve të saj. A je mirë, Maja? Pyeti Marku, zëri i tij i ulët dhe intim. Ajo tundi kokën, duke marrë një glënjë verë dhe duke ndjerë freskinë e saj që i qetësonte fytin e tharë. Jam mirë. Vetëm pak e lodhur. Marku nuk u largua. Në vend të kësaj, ai qëndroi pranë saj për një moment, prania e tij një forcë e fortë që e bazoi.
Foshnja po bëhet e rëndë, vërejti ai, sytë duke u zbutur ndërsa pushonin në barkun e saj. Nuk do të vonoj shumë. Ti thjesht sigurohu që po I dëgjon trupin tënd. Nuk duam ta mbingarkosh. Kishte një butësi në zërin e tij që e kapi të papritur, një kujdes I vërtet që ajo nuk e kishte pritur nga një burr që dukej aq I ashpër dhe I mbyllur në vete. Ajo e kuptoi atëherë se Marku e shihte atë jo vetëm si mbesën e Dorontinës, por si një person, një grua që mbante një barë të rëndë dhe bënte më të mirën për ta menaxhuar atë. Atë mbrëmje, ndërsa rinin rreth tryezës duke ngrënë pjata me puding të freskët misri dhe feta të trasha proshute, atmosfera në shtëpi ndjehej ndryshe. Muret dukeshin të mbanin më shumë ngrohtësi dhe hijet ishin më pak kërcënuese. Maja shikoi nga Dorontinat e Marku dhe e kuptoi se ajo nuk ishte më një mysafire në këtë shtëpi. Ajo po bëhej pjesë e historisë së saj. Ajo ishte një fije në tapicerinë e fermës, duke u endur me çdo vezë të mbledhur, çdo kallër misri të shkarkuar dhe çdo vakt të përbashkët. Ndërsa ajo qëndronte në shtrat atë natë duke dëgjuar cikërimin e bretkosave dhe murmurimin e largët të përrojt, ajo e kuptoi se për herë të parë në jetën e saj të rritur, ajo nuk kishte frikë nga e ardhmja. Ajo nuk dinte se çfarë do të sillte nesërmja, por ajo dinte se nuk do të duhej ta përballonte vetëm. Javët e vjeshtës së vonë u shndërruan në skajet e mprehta, të acaruara nga të ftohtit të fillimit të dimrit dhe peizazhi rreth fermës u transformua në një studim në gri dhe të bardhë. Edhe pse malet tani ishin të veshura me borë që refuzonte të shkrihej në hijet dhe era kishte zhvilluar një ulërim të pikëlluar që jepte jehon përmes oxhaqeve natën. Brenda shtëpisë së fermës, jeta kishte tërhequr në ngrohtësinë e kuzhinës dhe shkëlqimin e qëndrueshëm të sobës me dru. Maja tani ishte në muajin e 9, trupi I saj një enë e rëndë që lëkundet që lëvizte me një hir të ngadaltë, të qëllimshëm. Ajo nuk mund të ndihmonte më me punët jashtë, por ajo ishte bërë një mjeshtre e atyre brenda, duke pjekur bukë, duke përcjell rroba pranë zjarrit dhe duke mbajtur shtëpinë të mbushur me erën e barrave të thata dhe tymi të drurve. Marku ishte bërë një prani e vazhdueshme, e qetë në jetën e saj të përditshme. Ai do të vinte herët çdo mëngjes, duke sjell dru të thatë lisi për sobë, duke u siguruar që druri të ishte I ndarë në copa më të vogla që Maja mund t'i trajtonte lehtë. Dhe ai gjithashtu kishte marrë zakon të linte dhurata të vogla, të menduara në tryezën e kuzhinës, një gur lumi krejtësisht I lëmuar, një grusht lule të egra të thata që kishte gjetur në kullotën e sipërme, ose një zog të vogël prej druri që kishte gdhendur gjatë mbrëmjeve të gjata, të errëta. Ai kur nuk I bënte këto gjeste një spektakël, dhe kur nuk kërkoi falënderime. Ai thjesht ofronte veprimet e tij një dëshmi e heshtur e një afeksioni në rritje për të cilin asnjëri prej tyre nuk kishte gjetur ende fjalët për ta emërtuar. Dorontina e vështronte këtë valle të heshtur me një buzëqeshje të ditur, sytë e saj duke shkëlqyer me një kënaqësi sekrete. Një pasdite të veçantë të ftohtë, ndërsa era po fuste borë kundër xhamave, Marku u shfaq në kuzhinë me një stol të vogël prej druri të bërë me dorë. Për këmbët e tua, tha ai, duke e vendosur afër zjarrit ku Maja zakonisht ulej për të përcjell. Dorontina tha se kanë pasur vështirësi dhe kjo duhet të ndihmoj për të hequr presionin. Stoli ishte I bukur. Druri I lëmuar deri në një përfundim sateni dhe nyjet aq të sakta sa ishin pothuajse të padukshme. Maja preku sipërfaqen e lëmuar, zemra e saj duke u fryrë me një mirënjohje që ndihej si një dhimbje. Faleminderit, Marku, përshpëriti ajo, duke shikuar lart te ai. Ai qëndroi aty për një moment, drita e zjarrit duke hedhur hije të gjata në fytyrën e tij të ashpër, dhe për një rrahje zemre, Maja mendoi se ai mund të thoshte diçka më shumë, por ai thjesht tundi kokën dhe u kthye në punën e tij. Çizmet e tij të rënda në dërasat e dy shemes. Atë natë, ndërsa Maja ishte ulur pranë zjarrit, këmbët e saj duke u mbështetur në stolin e ri, Dorontina I u bashkua një shport leshi në prerë. Shtëpia ishte e qetë, I vetmi tingull ishte kërcitja e trungjeve dhe klikimi ritmik I grepave të thurjes së Dorontinës. Ai është një burr I mirë, Maja, tha Dorontina pa pritur, pa ngritur syt nga puna. I një lloj të rrallë, ai lloj që tregon zemrën e tij përmes duarve të tij dhe jo gjuhës. I imi, Henriku, ishte I tillë. Nuk më tha kur të dua në 40 vjet, por ai më ndërtoi një shtëpi me 2 duart e veta dhe kur nuk më la pa dru për zjarr. Maja ndjeu fytyrën e saj duke u ndezur, por ajo nuk shmang sy. E di që është, teze Dorontina. Ai ka qenë kaq I sjellshëm ndaj meje. Mirësia është një gjë, kundërshtoi Dorontina, grepët e saj duke ndaluar për një moment.
Përkushtimi është një tjetër. Marku nuk ka qenë thjesht i sjellshëm. Ai ka qenë duke të kujdesur për ty si për të afërmit e tij. Ai të sheh ty, Maja, jo barkun ose situatën nga e cila erdhe, por gruan që je. Dhe ai sheh edhe atë vajzën e vogël atje brenda. Ajo tregoi me një grep drejt barkut të Majës. Mos u merr duke menduar se një burr si ai vjen 2 herë. Ai është i qëndrueshëm dhe është i sigurt, dhe ai po kërkon një arsye për të qëndruar. Maja nuk u përgjigj, mendja e saj duke u vërshuar me peshën e fjalëve të hallës së saj. Ajo e dinte se halla e saj kishte të drejtë, por frika nga e kaluara e saj, kujtimi i burrit që kishte ikur, ende ndiej si një gur i ftohtë në gjoks. Ndërsa nata thelloi dhe zjarri filloi të vdiste në një shtrat me urth që shkëlqente, heshtja u thy. Nga një britme e papritur, e mpret nga hambari. Marku, i cili kishte fjetur në papafingo për të qëndruar afër në rast emergjente, dërdëlli në kuzhinë minuta më vonë, fytyra e tij e zbet dhe fryma duke ardhur me ngjecje. Lopa kokëshkëmbyer, ajo që e quajmë lulja, është në telashe, i tha ai Dorontinës. Viçi është kthyer gabim dhe ajo po humbet forcën. Kam nevojë për ndihmë. Dorontina ishte në këmbë në çast, lëvizjet e saj të mprehta dhe vendimtare. Maja, ri këtu. Mbaj ujin e nxehtë mbi sobë dhe bëj gati peshqirat e pastër. Marku, merr fenerin dhe zinxhirët për lindje. Do të duhet të punojmë shpejt. Maja vështroi nga dritarja ndërsa ata të dy zhdukën në borën që vërshonte, feneret e tyre duke u përplasur si 2 yje binjak kundër errësirës. Orët që pasuan ishin një vërshëllim ankthi dhe lutjeje. Ajo ecte në kuzhinë, dora e saj duke u mbështetur në barkun e saj, duke ndjerë lëvizjet e palodhshme të fëmijës së saj të vet, ndërsa dëgjonte tingujt e largët, të mbytur të luftës në hambar. Ajo mendoi për vijën e brisht midis jetës dhe vdekjes në një fermë, dhe sa vari nga aftësia dhe vullneti i njerëzve që kujdeseshin për të. Ajo e kuptoi atëherë se Marku dhe Dorontina nuk ishin thjesht fermer. Ata ishin administrues të jetës, rojtar që luftonin për çdo krijesë nën kujdesin e tyre me një besnikëri të patundur, të pashuar. Kur ata më në fund u kthyen gati 4 orë më vonë, ishin të raskapitur dhe të mbuluar me balë dhe kashtë, por fytyrat e tyre ishin të ndritura nga një triumf i lodhur. Një mëlysh, njoftoi Marku, zëri i tij i trash nga emocioni. E shëndetshme dhe e fortë. Lulja do të jetë shumë mirë. Dorontina ul në tryez, duart e saj duke dridhur lehtë ndërsa u kap pas një kupe çaji. Ishte afër, pranoi ajo, sytë e saj duke u takuar me atë të Majës. Por Marku nuk hoqi dorë. Ai qëndroi me të, duke folur me të, duke tërhequr kur kishte nevojë, derisa ai viç më në fund erdhi në boll. Maja e shikoi Markun, duke e parë atë në një dritë të re, jo vetëm si burrin që sillte dru dhe gdhente zogj, por si një burr me forcë të madhe dhe dëmshuri. Ajo e kuptoi atëherë se ajo nuk po binte në dashuri vetëm me mirësinë e tij. Ajo po binte në dashuri me shpirtin e tij. Kështu, ardhja e stuhisë së parë të rënd të dhjetorit përkoi, pothuajse në mënyrë poetike, me ardhjen e vajzës së Majës. Stuhia kishte filluar si një pluhurim i butë në pasditën e vonë, por deri në orën 10:00 të natës, ajo ishte shndërruar në një fllat të rrëmbyer me përmasa të mëdha. Era shririste përmes bredhave dhe bora grumbulloi kundër mureve të shtëpisë së fermës në grumbuj që arrinin deri në pragjet e dritareve. Brenda, ajri ishte i trashë me erën e pishës dhe frymëmarrjen e rëndë ritmike të një gruaje në kthetrat e lindjes. Maja ishte zgjuar në mesnatë me një dhimbje të mprehtë, të padiskutueshme që rrezatonte nga thelbi i saj. Një dhimbje që i tregoi se koha e pritjes më në fund kishte marrë fund. Dorontina ishte një forcë e qetë, e qëndrueshme në qendër të kaosit. Ajo kishte parë lindje të panumërta në 70 vitet e saj dhe lëvizte me një autoritet të heshtur që ndihmonte për të mbajtur panikun në rritje të Majës në buzë. Ajo tashmë kishte lëvizur Majën në dhomën e fjetjes në katin përdes, më afër nxehtësisë së sobës dhe kishte kaluar 2 orët e fundit duke përgatitur dhomën me efikasitetin e një bajameje me përvojë. Kishte pirgje të çarçafëve të pastër të bardhë, legena me ujë me avull dhe një kazan çaji me barishte që vlonte mbi vatër. Frym, Maja, udhëzoi Dorontina, dora e saj duke u mbështetur me vendosmëri mbi supin e Majës, ndërsa një tkurrje tjetër përshkonte trupin e saj. Puno me dhimbjen. Mos e lufto. Trupi yt u ndërtua për këtë. Je më e fortë se sa mendon.
Marku ishte në kuzhinë, prania e tij një spirancë e heshtur që e bazonte vetëm përtej derës së dhomës së fjetjes. Ai kishte kaluar natën duke tërhequr drushtes dhe duke u siguruar që zjarri kur të mos dridhej, fytyra e tij një mask shqetësimi të përqendruar. Çdo herë që Maja lëshonte një britm dhimbje, ai do të tronditej, duart e tij duke u shtrënguar në grushte në anët e tij. Ai donte të ishte atje me të, ta merrte dhimbjen mbi vete, por ai e dinte se vendi i tij ishte të priste dhe të furnizonte. Kur Dorontina më në fund e thiri, këmbët e tij ishin në përdysheme para se ajo të kishte përfunduar së foluri. Ajo ka nevojë të di se je këtu, Marku, pëshpëriti Dorontina. Ajo ka nevojë të ndjej atë forcën tënde. Marku hyri në dhomë dhe u ul në gjunjë pranë shtratit, duke marrë dorën e Majës në të tijën. Kapja e tij ishte e madhe dhe e ngrohtë, pëllëmba e tij me qyqe nga vitet e punës. Dhe ndërsa gishtat e saj u kapën fort me një forcë të dëshpëruar, ai nuk u trondi. Jam këtu, Maja, tha ai, zëri i tij një gjëmim i ulët, i qëndrueshëm që dukej se presi mjegullën e agonisë së saj. Nuk po shkoj askund. Ti vazhdo të ecësh përpara. Oh, po bën kaq mirë. Maja shikoi në sytë e tij dhe pa një reflektim të guximit të saj të vet, një besim tek ajo që ajo nuk e kishte gjetur ende në vete. Me atë pranë saj, dhoma ndihej më pak si një vend vuajtjeje dhe më shumë si një streh shprese. Lënda ishte e gjatë dhe e rëndë, një betejë vullnetesh midis trupit të nënës dhe jetës së re që kërkonte të lindte. Kishte momente kur Maja ndihej sikur nuk mund të merrte një frym tjetër, kur raskapitja kërcënonte ta tërhiqte në një zbrazëti të errët pa dhimbje. Por pastaj ajo do të ndjente presionin e dorës së Markut dhe do të dëgjonte zërin inkurajues të Dorontinës dhe do të gjente një rezervuar të fshehur forcash. Edhe një, Maja, e shtyu Dorontina, zëri i saj i mbret me pritje. Foshnja po del, mund t'i shoh flokët. Jep gjithçka ke. Me një përpjekje të fundit, shpirt shkatëruese, Maja shtyu britma e saj duke u ngritur në një klithmë kryesore që dukej se jepte jehon erës jashtë. Dhe pastaj, pa pritur, dhoma u mbush me një tingull të ri, një klithmë të hollë, të dridhur që ishte muzika më e bukur që Maja kishte dëgjuar ndonjëherë. Dorontina ngriti një krijes të vogël, me fytyrë të kuqëremt në ajër, duart e saj duke lëvizur me një butësi të stërvitur ndërsa pastronte rrugën e frymëmarrjes së foshnjës. Një vajzë, njoftoi ajo, zëri i saj i trash nga një emocion i rrallë. Një vajzë e bukur, e përsosur. Ajo mbështolli foshnjën në një batanie të butë, të ngrohtë dhe e vendosi në gjoks të Majës. Foshnja ishte çuditërisht e rëndë, lëkura e saj e butë dhe duke erë liri dhe jetë e re. Ajo kishte një rruf flokësh të errëta, ashtu si të Markut, dhe grushta të vogla, të vendosur që kapën ajrin. Maja shikoi poshtë te vajza e saj dhe ndjeu një dashuri aq të thellë sa ndjej sikur mund t'i thyente zemrën. E gjithë frika, e gjithë turpi, e gjithë vetmia e 8 muajve të kaluar u zhduk në një çast, e zëvendësuar nga një devotshmëri e ashpër, mbrojtëse. Sofia, pëshpëriti ajo, zëri i saj duke dridhur. Emri i saj është Sofia Dorontina. Dorontina, e cila ishte e zënë duke u kujdesur për prapacën, ndaloi për një moment dhe shikoi lart, sytë e saj duke u mbushur me lodh që më në fund i lejoi të binin. Është një emër i mirë, Maja, tha ajo me zë të ulët. Një emër për një grua që do të jetë edhe e mençur edhe e fortë. Marku qëndroi mbi ta, fytyra e tij e transformuar nga një pamje e habitur e pastër, e padalluar. Ai zgjati një gisht të hezituar dhe preku dorën e vogël të foshnjës, dhe ndërsa gishtat e Sofjes u përdredhen rreth të tij, ai lëshoi një përshpëritje të ngjeshur, të grisur. Ai nuk tha një fjalë, por pamja në sytë e tij i tregoi Majës gjithçka që ajo duhej të dinte. Ai nuk ishte më vetëm burri që ndihmonte në fermë. Ai ishte burri që do të ndihmonte të arriste këtë fëmijë, dhe ai ishte babai për të cilin ajo kurrë nuk kishte guxuar të shpresonte. Ndërsa stuhia vazhdonte të shkërmoqej jashtë, familja e vogël u mblodh së bashku në ngrohtësinë e shtëpisë së fermës, drita e parë e një dite të re duke filluar të shkëlqente në horizontin e borës. Javët pas lindjes së Sofjes ishin një vërshëllim raskapitjeje dhe mrekullie. Shtëpia e fermës, e cila dikur ndihej kaq e madhe dhe e heshtur, tani ishte e mbushur me praninë e vazhdueshme, kërcyese të një të porsalinduri. Maja e gjeti veten duke lundruar në territorin e panjohur të nënsisë me një përzierje habitjeje dhe druajtjeje, ditët e saj të matura me ushqime, ndërim pelenash dhe momentet e rralla të çmuara të gjumit. Por ajo nuk e bënte atë vetëm.
Dorontina ishte një prani e vazhdueshme, stabilizuese, mençuria dhe përvoja e saj një dritë udhëzuese përmes mjegullës së fillimit të prindërimit. Dhe Marku kishte bërë themelin mbi të cilin po ndërtoi jeta e tyre e re. Ai ishte atje për çdo zgjim të vonë të natës, duart e tij të mëdha çuditërisht të buta ndërsa ecte nëpër dysheme me Sofjen që kolli teme. Ai ishte atje për të trajtuar punët e rënda në mënyrë që Maja të pushonte, dhe ai ishte atje për të ofruar një fjalë të qetë, inkurajuese kur raskapitja kërcënonte të bëhej e pamundur. Por më shumë se kaq, ai ishte atje me një pamje dashurie kaq të thellë si për atë ashtu edhe për foshnjën sa i bënte frymën të ngecë në fyt të Majës. Një mbrëmje, pasi Sofja më në fund kishte rënë në një gjumë të qetë, të paqet në djepin që Marku kishte ndërtuar për të, ai e gjeti Majën të ulur në verandë, të mbështjell në një batanie të rënd leshi, duke shikuar yjet. Ajo është një foshnjë e bukur, Maja, tha Marku, duke u mbështetur në parmend pranë saj. Gjëja më e bukur që kam parë ndonjëherë. Maja shikoi lart te ai, drita e hënës duke u reflektuar në sytë e saj. Ajo është. Dhe ne nuk do të mund ta kishim bërë këtë pa ty, Marku. Ti ke qenë gjithçka. Marku shikoi larg për një moment, nofulla e tij duke u shtrënguar ndërsa luftonte për të gjetur fjalët që kishte mbajtur për muaj. Unë nuk dua të jem vetëm burri që ndihmon, Maja. Dua të jem më shumë se kaq. Kam jetuar tërë jetën time duke kërkuar një arsye për t'i përket diku, dhe mendoj se më në fund e kam gjetur atë. Të dua ty, dhe e dua atë vajzën e vogël siç do ta doja veten time. Deklarata, megjithse e pritshme, e goditi Majën me forcën e një goditjeje fizike. Ajo zgjati dorën dhe mori dorën e tij, gishtat e saj të ndërlidhur me të tij. Edhe unë të dua ty, Marku. Mendoj se po që nga dita kur më soll atë verë në kopsht. Por jam ende e frikësuar. E kaluara ime nuk është diçka që është e lehtë të largohesh prej saj. Marku u kthye përballë saj, shpreha e tij intensive dhe e patundur. E kaluara jote është vetëm një histori, Maja. Nuk është ajo që je. Ajo që je është gruaja që hyri në këto male me asgjë përveç një valixhe dhe një premtim, dhe që punoi me shpirt për të bërë një jetë për fëmijën e saj. Kjo është gruaja që unë dua. Dhe sa për pjesën tjetër do ta përballim së bashku, një ditë në një kohë. Ai ul në gjunjë përpara saj, korniza e tij e madhe e siluetuar kundër maleve të errëta. Unë dua të martohem me ty, Maja. Dua ta bëj këtë zyrtare, në mënyrë që e gjithë bota ta di që ti dhe Sofja i përkasni mua, dhe unë u përkas juve. Nuk kemi nevojë për një dasmë të stolisur ose një festë të madhe, vetëm një premtim para Zotit dhe Dorontinës se do të kujdesemi për njëri tjetrin për aq kohë sa të kemi frym. Maja ndjej mbrojtjet e saj të fundit të shembën. Guri i ftohtë i frikës në gjoksin e saj më në fund duke u shkrirë në një shpresë të ngrohtë, rrezatuese. Po, përshpëriti ajo, zëri i saj duke u thyer. Po, Marku. E dua këtë më shumë se çdo gjë tjetër. Dasma u zhvillua 2 javë më vonë në kishën e vogël prej guri në skaj të pyllit. Ishte një ceremoni e thjeshtë në të cilën morën pjesë vetëm Dorontina dhe disa nga fermerët fqinj që ishin bërë miq gjatë muajve. Maja vishte një fustan prej leshi me ngjyrë kremi që Dorontina e kishte ndihmuar ta qep dhe mbante një buqet me dafin malore të thatë dhe deg pishash. Marku ishte i veshur me kostumin e tij më të mirë, fytyra e tij e ndritur nga një gëzim që dukej se e ndrite të gjithë kishën. Kur ata shkëmbyen betimet, zërat e tyre ishin të qëndrueshëm dhe të sigurt, një dëshmi e një angazhimi që ishte përforcuar në furrën e punës së rëndë dhe përpjekjeve të përbashkëta. Pas ceremonisë, ata u kthyen në shtëpinë e fermës për një festim modest. Dorontina kishte përgatitur një festë me pulë të pjekur, patate të përshtatura dhe byrekun e saj të famshëm me mollë dhe ajri ishte i mbushur me të qeshura dhe tingullin e gurgullimave të gëzuara të Sofjes. Ndërsa rinin rreth tryezës, Maja shikoi njerëzit që tani i quante familje dhe ndiu një ndjenjë përkatësie që ajo kur nuk e kishte njohur në qytet. Ajo e kuptoi atëherë se shtëpia nuk është një vend ku lindesh, është një vend që ndërton një tull dhe një premtim në një kohë. Ajo kishte gjetur strehen e saj në hijen e maleve të këndellura dhe ajo e dinte se për sa kohë do të kishte Markun dhe Dorontinën pranë saj, ajo mund të përballonte çfarë do të së ardhmes me një zemër që ishte më në fund vërtet në paqe. Vitet që pasuan ishin më të frytshme dhe më sfiduese të jetës së Majës. Ferma, nën kujdesin e kombinuar të Markut dhe vetes së saj, filloi të lulëzoj në mënyra që nuk kishte bërë për dekada.
Ata zgjeron kopshtet e perimeve, rritën madhësinë e tufës së lopëve dhe madje filluan një biznes të vogël shitjesh të reçelit të bërë me dorë të Dorontinës dhe batanijeve të endura të Majës në tregun lokal të fermerëve. Por rritja e vërtet ishte brenda mureve të vetë shtëpisë së fermës. 2 vjet pas lindjes së Sofjes, erdhi një djalë i quajtur Luka, një djalë brillant, i ndritur nga dielli që trashëgoi sytë e errët të Markut dhe natyrën e tij të qetë, të menduar. Shtëpia tani ishte një vërshëllim veprimtarie. Tingulli i të qeshurave të fëmijëve, të trokitjeve të çizmeve në verandë dhe ritmi i vazhdueshëm, qetësuesi një familjeje në lëvizje. Dorontina mbeti matriarka e familjes, prania e saj një dritë e qëndrueshme, udhëzuese edhe ndërsa trupi i saj filloi të ngadalsoi. Ajo kaloi ditët e saj duke mësuar Sofjes si të lexonte retë dhe si të gjente shenjat e para të pranverës në pyll. Dhe ajo i mësoi Lukës gjuhën sekrete të kafshëve. Ajo ishte ajo që i mbajti gjallë tregimet e familjes, duke i endur ato në pëlhurën e jetës së fëmijëve derisa ato të ishin aq reale për ta sa malet vetë. Çdo mbrëmje, ndërsa dielli fillonte zbritjen e tij, familja do të mblidhej në verandë për ritualin e tyre ditor, duke vëzhguar dritën që ndryshonte mbi majat dhe duke falendëruar për bekat e ditës. Ishte një kohë reflektimi dhe lidhjeje, një moment pushimi në një jetë përndryshe të zënë. Ndërsa fëmijët rriteshin, ashtu u bë dhe trashëgimia e fermës. Sofja, tani një vajzë e zgjuar dhe kurioze 8 vjeçare, kishte zhvilluar një pasion për tokën që konkuronte me atë të babait të saj. Ajo mund të identifikonte çdo pemë në pyll dhe tashmë po mësonte si të menaxhonte kopshtin vet. Luka, në 6 vjeç, ishte hije e babait të tij, i etur të ndihmonte me ngritjet e rënda dhe gjithmonë kurioz për mënyrën se si funksiononin gjërat. Maja i vështronte të dy me një përzierje krenarie dhe një trishtim të ëmbël të ngulitur. Ajo e dinte se një ditë ata do të duhej të gjenin shtigjet e tyre, por ajo shpresonte se rënjet që kishin mbjellë këtu do të ishin mjaft të thella për t'i mbështetur kudo që të shkonin. Një pasdite e freskët vjeshte, ndërsa ishin të gjithë të mbledhur në vresh duke korrur mollët e fundit, Dorontina u ul në një mur të ulët guri, sytë e saj të pushuar mbi skenën e zënë përpara saj. Duket e lodhur, mendoi Maja, një lodhje në eshtra që asnjë sasi pushimi nuk mund ta shëronte. Ke bërë një punë të mirë, Maja, tha Dorontina pa pritur, zëri i saj i ulët dhe reflektues. Ti dhe Marku, ju e keni marrë këtë vend të vjetër dhe e keni bërë diçka të bukur përsëri. Ju i keni dhënë këtyre fëmijëve një shtëpi dhe një histori dhe kjo është dërë. Urata më e madhe që dikush mund t'u javë. Ajo e shikoi Majën, vështrimi i saj intens dhe plot një qartësi të papritur, tronditse. Më vjen mirë që u ktheve. Më vjen mirë që isha këtu për të hapur derën. Atë natë, Dorontina kaloi në gjumë paqësisht, zemra e saj më në fund duke vendosur se ishte koha për pushimin e saj të pritur prej kohësh. Familja ishte e shkatëruar. Humbja e pranisë së saj duke lënë një zbrazëti në shtëpi që ndihej e pamundur. Por ndërsa mblidheshin për t'i thënë lamtumirën për herë të fundit, ata e kuptuan se Dorontina nuk i kishte lënë ata vërtet. Ajo ishte në mënyrën se si Sofja mblidhte vezët, në mënyrën se si Luka kujdesej për lopët dhe në mënyrën se si Marku dhe Maja shikojshin njëri tjetrin me një dashuri që kishte rezistuar në provën e kohës. Ajo u kishte lënë mençurinë e saj, forcën e saj dhe besimin e saj të patundur në fuqinë e tokës dhe qëndresën e shpirtit njerëzor. Ata e varrosën në një kodër me pamje mbi fermën, pranë burrit që ajo e kishte dashur dhe maleve që kishin qenë streha e saj. Ndërsa Maja qëndronte pranë varrit duke mbajtur dorën e Markut dhe duke ndjer praninë e fëmijëve të saj rreth vetes, ajo e kuptoi se ajo nuk ishte më vajza e trembur që kishte ardhur në atë shteg me zhavor vite më parë. Ajo ishte një grua e maleve, një administruese e një trashëgimie që ajo do ta kalonte tek fëmijët e saj me të njëjtin kujdes dhe devotshmëri që Dorontina i kishte treguar asaj. Ajo kishte mësuar se jeta është një cikël stinor, i mbjelljes dhe të korrurit, i humbjes dhe rinovimit, dhe se për sa kohë ka dashuri dhe punë për të bërë, drita gjithmonë do ta gjejë rrugën përsëri në lugin. Dhe në muajt e qetë pas vdekjes së Dorontinës, një lloj tjetër heshtjeje u vendos mbi fermën. Nuk ishte heshtja e zbrazët, dhimbëse e pikëllimit, por më tepër një qetësi e thellë, reflektuese, ajo lloj që vjen pasi një betejë e gjatë, e luftuar ashpër ka përfunduar në paqe. Maja e gjeti veten duke kaluar më shumë kohë në kuzhinë, duart e saj duke lëvizur nëpër lëvizjet e njohura të pjekjes dhe konservimit, mendja e saj shpesh duke u larguar në ato ditët e para në fermë.
Ajo I kujtoi peshën e valigjes së saj, frikën në zemrën e saj dhe fuqinë e thjesht, jetë ndryshuese të një dere të hapur. Ajo e kuptoi atëherë se akti më humanitar që dikush mund të kryejë është të ofrojë stre, të sigurojë një hapësirë ku një shpirt mund të shërohet dhe një jetë mund të rindërtohet pa gjykim apo pritje. Dhe kjo realizim është bërë themeli I jetës së vet të Majes, ndërsa ajo lëviz në vitet e mesme të saj. Ajo ka parë se si bota shpesh I trajton ata që janë të thyrë ose të humbur, duke ofruar atyre keqardhje ose kritika në vend të mbështetjes praktike, të qetë që ata vërtet kanë nevojë. Ajo e kupton se për të moshuarit, veçanërisht, bota mund të bëhet një vend I ftohtë dhe izolues, një vend ku mençuria e tyre injorohet dhe kontributet e tyre harrohen. Por në këtë fermë, në zemër të maleve të këndellura, ajo ka mësuar një mënyrë tjetër të qenin. Ajo ka mësuar se çdo person, pavarësisht moshës ose historisë së tyre, ka një vlerë që është e natyrshme dhe e pandryshueshme, një vlerë që është më së miri për t'u ndjerë përmes punës së përbashkët, respektit të ndërsjellë dhe veprimit të thjeshtë të qenit të pranishëm. Ndërsa plakesh, fillon të kuptosh se matja e vërtetë e një jete nuk gjendet në titullin që ke mbajtur ose pasurinë që ke grumbulluar. Ajo gjendet në cilësinë e lidhjeve që ke krijuar dhe trashëgimit që ke lënë pas në zemrat e të tjerëve. Ajo gjendet në mënyrën se si I qëndrove pranë dikujt kur ai nuk kishte asgjë për të dhënë dhe në mënyrën se si lejove veten të mbështetesh kur forca jote dështoi. Për brezin e vjetër që mund të jetë duke dëgjuar këtë histori, mbani mend se duart tuaja, edhe pse mund të jenë të stërholluara dhe të lodhura, ende mbajnë fuqinë për të formuar të ardhmen. Tregimet tuaja, edhe pse mund të jenë të vjetra, ende mbajnë fuqinë për të udhëhequr të rinj. Dhe zemrat tuaja, edhe pse mund të kenë një urhidhërim të madh, ende mbajnë kapacitetin për një dashuri që mund të transformojë botën. Mos kini frikë nga ndryshimet që sjell koha, sepse çdo stinë e jetës ka bukurinë dhe qëllimin e vet unik. Vjeshta e viteve tuaja është një kohë për korrjen e mençurisë që keni fituar dhe për mbjelljen e farave të shpresës në brezin tjetër. Është një kohë për të qenë streha që të tjerët kanë aq shumë nevojë dhe për të gjetur paqen në diturinë se keni luajtur pjesën tuaj në pëlhurën e madhe të shpalosjes së jetës. Si Dorontina, ju mund të jeni ai që hap derën kur dikush është I humbur në stuj. Ju mund të jeni ai që ofron një pjatë supe dhe një vend për të pushuar, duke ditur se këto veprime të vogla mirësie janë ato që vërtet e mbajnë shpirtin njerëzor. Maja shikon sot mbi fermën e saj dhe sheh vazhdimin e një historie që filloi shumë kohë para se ajo të lindte dhe që do të vazhdojë shumë kohë pasi ajo të ketë shkuar. Ajo I sheh fëmijët e saj, tani të rritur të rinj, që kujdesen për tokën me të njëjtin reverencë dhe kujdes që ajo dhe Marku kanë treguar. Ajo sheh ciklin e jetës që përsëritet në lindjen e viçave të rinj dhe në lulëzimin e luleve të para të pranverës së egra. Dhe në momentet e qeta të mbrëmjes, ndërsa dielli perëndon përtej maleve, ajo ndjen një ndjenjë të thellë mirënjohjeje për udhëtimin që e solli këtu. Ajo e di se ajo është saktësisht aty ku ka për qëllim të jetë, pjesë e një familjeje, pjesë e një komuniteti dhe pjesë e misterit të përjetshëm, të bukur të botës. Sepse në fund, kjo është e gjitha që secili prej nesh mund të shpresojë. Të gjejmë vendin ton, të bëjmë punën ton dhe të jemi të dashur për të vërtetën e thjeshtë, të jashtëzakonshme të asaj që jemi. Në prag të një mbrëmje të butë pranvere, Maja doli në verandë dhe u ndal. Ajri ishte I ëmbël me erën e luleve të mollës dhe gjithçka duke I lënë pas dore në një dritë të artë të vonë. Sofia, tani një vajzë e bukur 14 vjeçare me flokë të errët dhe sytë e mençur të nënës së saj, ishte ulur në një gung pranë portës, duke mësuar lukën, tani një djalë 12 vjeçar me këmbë të gjata dhe vështrim kureshtar, si të bënte një kuror me lule. Zërat e tyre të qetë ngriteshin dhe binin në ajër. Duhet ta kapësh këtu, Luka, duke I zëri I Sofjes. Jo aq fort, do e thyej. Ajo nuk përkëdhelet, u ankua Luka, por buzëqeshte. Maja buzëqeshti. Ishte e vështirë të besojë se kaloi kaq shumë kohë. Aty ku dikur kishte një bark të rëndë dhe një zemër të frikësuar, tani kishte 2 jetë të plota që ishin rritur në këtë tokë, të ushqyer prej saj dhe e kishin bërë pjesë të saj, ashtu siç ishte bërë edhe ajo. Pas vdekjes së Dorontinës, Maja kishte pranuar rolin e mbajtëses së tregimeve. Në mbrëmje, para se të futeshin në shtrat, ajo I tregonte fëmijëve për gruan me flokë të bardhë që kishte hapur derën pa pyetur. Ajo u tregonte se si Dorontina I kishte mësuar të gjejë mjekrën e dhelprës në pyll për bar të mirë, si të lexonte motin nga mënyra se si grerat e borës u ulnin në majat e maleve.
Dhe në fund gjithmonë përfundonte me të njëjtat fjalë. Ajo më tha se çdo kokër ishte një premtim për një të nesërme, për sa kohë që isha e gatshme të punoja për të. Këto fjalë kishin bërë themelin e vlerave të tyre. Sofia dhe Luka kishin mësuar që vlera e njeriut matet në punën e duarve të tij dhe në ndershmërinë e zemrës së tij. Ata nuk kishin frikë nga vështirësitë, ata i shikonin ato si diçka për t'u kapërcyer, si një male për t'u ngjitur. Por jeta në mal nuk ishte gjithmonë e qetë. 3 vjet më parë, një zjarr i madh pyjor kishte kërcënuar të glabëronte gjithë luginën. Era kishte ndryshuar në kohën e duhur duke kursyer fermën, por kishin ditur pa kënaqësi duke parë tymin që mbulonte male dhe duke dëgjuar britmat e kafshëve në pyllin ngjitur. Kjo ishte një kujtesë e hidhur se siguria ishte e përjetshme, edhe në një vend që ndihej si një kështjell. Ajo i kishte bërë të kuptojnë vlerën e komunitetit. Ashtu si fqinjet e tyre i kishin ardhur në ndihmë gjatë viteve të vështira, ashtu edhe familja e Majes kishte ndihmuar të tjerët gjatë zjarrit, duke u siguruar që të gjithë kafshët të shpëtonin dhe të gjithë kanavacat të hidheshin. Marku u kishte bërë një person i dukshëm në komunitetin malor. Njerëzit e vinin për këshilla për tokat e tyre, për ndërtimin e një hambari të ri, ose thjesht për një bisedë të mirë. Ai nuk fliste shumë, por kur fliste, njerëzit e dëgjonin. Ai kishte mësuar nga baba i tij, dhe tani ai po i mësonte të njëjtat gjëra fëmijëve të tij, rëndësinë e punës së palodhur, dashurinë për tokën dhe fuqinë e besimit të qetë. Maja po bënte gjithashtu emrin e saj. Bataniet e saj të endura, me modele të trashëguara nga nëna e Dorontinës, ishin shumë të kërkuara në tregjet e fermerëve. Ajo kishte mësuar disa gra të reja në fshat artin e endjes, duke krijuar një biznes të vogël që ndihmonte në mbështetjen e ekonomisë lokale. Ajo nuk e bënte këtë për të fituar para, edhe pse ato ndihmonin, por për të ruajtur një zanat që dukej se po harrohej në botën moderne. Në dritaren e sallës së saj të punës, kishte një endës që kishte qenë e Dorontinës, dhe çdo herë që Maja ulte, ajo ndihej si një lidhje me të kaluarën, një lidhje që nuk lejonte të prishej. Sot, ndërsa ndihej era e parë e verës, Maja ndiu një ngacmim të pazakontë në ajër. Ishte diçka më shumë se era e luleve. Ishte diçka që i kujtonte atë mbrëmje të largët kur kishte ardhur në fermë, me valigjen e saj të rëndë dhe zemrën e saj të thyrë. Por tani, në vend të frikës, kishte pritje. Nëna? Sofia ngriti syt nga lulja e saj. Çfarë ke? Maja tundi kokën. Asgjë, e dashur. Vetëm po kujtoja. Për tejze Dorontinën, pyeti Luka, duke u afruar me kuroren e tij të pabarabartë në dorë. Po, tha Maja. Dhe për më shumë se kaq. Gjatë viteve, ajo kishte marrë disa letra nga nëna e saj në qytet. Fillimisht ato ishin të shkurtra dhe formale, duke i kërkuar lajme. Pastaj, me kalimin e kohës, ato u bën më të gjata, më të shprehura. Nëna e saj nuk e kishte pyetur kur për të kthyer, por Maja mund të ndjente humbjen në mes të rreshtave. Kur Sofia kishte lindur, Maja i kishte dërguar një fotografi. Nuk kishte marrë përgjigje për muaj, dhe pastaj erdhi një letër e shkurtër me fjalët: "Ajo është e bukur, si ti kur ishe e vogël." Maja e ruajti atë letër si një thesar. Pastaj, një muaj më parë, kishte marrë një telefonat. Nëna e saj ishte sëmur. Nuk ishte diçka serioze, por ishte mjaft e rëndë sa ta bënte të paftë për disa javë. Nuk kishte askënd tjetër që të kujdesej për të. A duhet të shkojmë, nën? E kishte pyetur Maja Markun atë natë, ndërsa rinin në verandë dhe shikonin yjet. Marku e kishte marrë dorën e saj. Sigurisht. Ajo është nëna jote. Kështu, javën e kaluar, Maja kishte udhëtuar në qytet për herë të parë pas shumë vjetësh. Nëna e saj e kishte pritur në një apartament të vogël, të errët, fytyra e saj e zbehtë dhe e dobët. Në fillim, atmosfera kishte qenë e vështirë, e mbushur me gjëra të pathëna dhe kujtime të dhimbshme. Por Maja kishte ardhur jo si vajza e lënduar që kishte ikur, por si një grua e fortë, e dashur dhe e dashur. Ajo kishte pastruar, kishte gatuar dhe kishte ulur pranë nënës së saj dhe i kishte treguar për jetën në fermë. Ajo i kishte treguar për Markun dhe për guximin e tij të qetë. Për Sofjen dhe për dashurinë e saj për tokën. Për Lukën dhe për zemërgjerësinë e tij. Dhe më në fund, i kishte treguar për Dorontinën dhe për mësimet që ajo i kishte dhënë. Për forcën që vjen nga pranimi dhe për paqen që vjen nga puna. Ti je ndryshe, kishte thënë nëna e saj një mbrëmje, duke e shikuar Majën me sytë e saj të zbehtë. Ti je e plotë.
Kishte pranuar Maja. Për shkak të tyre. Para se të largohej, nëna e saj e kishte zënë dorën. Më fal, kishte përshpëritur. Për gjithçka. Maja nuk kishte thënë është në rregull, sepse jo gjithçka ishte në rregull. Por ajo kishte thënë, e fal. Dhe kjo ishte e vërtetë. Falja nuk ishte harresa. Ishte lirimi. Ishte vendosja e një bare të rëndë për të ecur më lehtë përpara. Tani, duke u kthyer në fermë, Maja ndihej si nëse një cikël tjetër ishte mbyllur. Ajo kishte ardhur në mal për të gjetur streh, dhe tani ajo ishte në gjendje të jepte streh, madje edhe atij që dikur e kishte refuzuar. Ajo kuptoi se jeta nuk ishte një vijë e drejtë, por një rreth, ku gjërat ktheheshin, jo gjithmonë në të njëjtën mënyrë, por në mënyra që ju lejonin të shihnit më qartë. Marku, tha Maja kur ai doli nga hambari duke fshirë duart në një leckë. Duhet të flasim. Ai ul pranë saj në shkallët e verandës duke i lexuar shprehjen e fytyrës. Rreth nënës sate? Jo, tha Maja. Rreth diçkaje tjetër. Rreth së ardhmes. Ai priti, i durueshëm si gjithmonë. Sot, kur po shikoja Sofjen dhe Lukën, kuptova diçka, vazhdoi Maja. Kjo fermë, kjo nuk është vetëm shtëpia jon. Është një trashëgimi. Dhe një trashëgimi duhet të ruhet, por jo vetëm si një muze. Duhet të rritet. Duhet të përshtatet. Marku tundi kokën. Po. Sofja është shumë e mençur për moshën e saj, tha Maja. Ajo e njeh tokën më mirë se ne. Dhe Luka ai ka dhëmë për biznes. Ai e bëri atë shitjen e reçelit në treg një sukses të vërtetë. Ai flet për të hapur një faqe në internet për t'i shitur produktet tona në mbar vendin. E di, tha Marku me një buzëqeshje të vogël. Ai më bëri të shkruaja një plan biznesi. Maja e shikoi me habi. Ti? Po, unë, tha Marku, duke ngritur shpatullat. Ai tha se nuk do të shkëputej nga unë derisa të bëja. Mësoj disa fjalë të reja. Strategji tregu dhe identitet marke. Maja qeshi, një tingull i lirë dhe i lumtur që u përs me këndimin e krimbave të mbrëmjes. Dhe çfarë mendon? Mendoj, tha Marku, duke e marrë dorën e saj përsëri, që ne kemi krijuar diçka të vërtet këtu. Dhe kjo nuk i përket vetëm neve. I përket atyre gjithashtu. Dhe një ditë do t'u përkas fëmijëve të tyre. Dhe ne duhet t'i përgatisim ata për këtë. Por si, pyeti Maja. Nuk dua që ata të ndjejnë se janë të detyruar të qëndrojnë këtu. Dua që ata të zgjidhin. Dhe ata do ta bëjnë, tha Marku me siguri. Por ne mund t'u tregojmë rrugën. Ne mund t'u japim mjetet. Sofja duhet të studiojë bujqësinë, nëse kjo është ajo që dëshiron. Luka duhet të mësoj për biznesin. Dhe ne mund të zgjerohemi. Të blejmë pak tokë atje pranë, të fillojmë një kopsht perimesh më të madh për tregun. Të rrisim pak bagëtin. Të bëjmë vend për ta. Maja e shikoi atë me admirim. Ai gjithmonë mendonte përpara, duke parë mundësitë ku të tjerët shihnin vetëm punë. Dhe ti, pyeti Maja. Çfarë dëshiron ti, Marku? Ti e ke dhënë gjithë jetën tënde për këtë vend. A nuk dëshiron ndonjëherë diçka tjetër? Marku e ktheu vështrimin drejt maleve, të cilat tani ishin silueta të errëta kundër qiellit në ngjyrë të kështjellës. Kur erdha këtu pas vdekjes së gjyshit tim, tha ai ngadalë, unë isha vetëm dhe i zemëruar. Mendoja se jeta ishte vetëm punë dhe vuajtje. Pastaj takova Dorontinën. Ajo më tregoi se puna mund të jetë një lutje nëse bëhet me dashuri. Dhe pastaj erdhe ti dhe ti më tregove se dashuria mund të jetë një shtëpi. Çfarë mund të dëshiroj më shumë se kjo? Të shoh fëmijët tanë që rriten në këtë tokë, të lumtur dhe të plotë. Të ndihem i dobishëm. Kjo është e gjitha. Maja e përqafoi fort duke fshehur fytyrën në qafën e tij. Ti je më i mirë burr se çfarë kam ëndërruar ndonjëherë, përshpëriti ajo. Dhe ti je më shumë se çfarë kam guxuar të shpresoj, u përgjigj ai duke e përqafuar. Nga obori u dëgjua një thirrje. Nën. Babai. Shikoni çfarë bëri Luka. Ata shkuan poshtë dhe pan Lukën duke ndenjur krenarisht me kuroren e tij të përfunduar në kokë, e cila tani përfshinte jo vetëm lule, por edhe disa gjethe dhe një penë të vogël të shkëlqyer. Dukesh komik dhe e ëmbël në të njëjtën kohë.
Bukur, tha Maja, duke përkullur për të puthur ballin e tij. Sofia tha se nuk është profesionale, u ankua Luka, por syt I shkëlqenin. Profesionalja është e mërzitshme, tha Sofia, duke u ulur pranë atyre. Ti je kreativ. Kjo është më e mirë. Maja shikoi fëmijët e saj dhe e ndjeu zemrën të plotë. Ajo e dinte se sfidat do të vazhdonin. Do të kishte vjetra të thatë dhe stuhit, sëmundje dhe humbje. Por ajo gjithashtu e dinte se do të kishte vjelje të bollshme dhe ditë të diellit, qeshje dhe suksese të vogla. Dhe përmes gjithçkaje, ata do të ishin së bashku. Ajo kujtoi fjalët e Dorontinës, çdo kokër është një premtim për një të nesërme. Ajo I kishte marrë ato fjalë për vete, duke I mbjellë në jetën e saj. Dhe tani ajo po I shihte ato fara që po mbijnë në jetët e fëmijëve të saj. Sofia me mençurinë e saj të qetë, Luka me entuziazmin e tij të pafund. Ajo e dinte se një ditë, Sofia mund të zgjidhte të shkonte në universitet për të studiuar shkencat bujqësore. Luka mund të donte të hapte një biznes në qytetin e afërt. Ose ndoshta ata do të zgjidhnin të qëndronin në fermë, duke e çuar atë në një drejtim të ri. Çfarëdo që të zgjidhnin, Maja dinte se ata do ta bënin me të njëjtën forcë karakteri dhe me të njëjtin respekt për tokën që ajo dhe Marku I kishin mësuar atyre. Dhe ajo vetë? Çfarë ishte e ardhmja e saj? Ajo do të vazhdonte të ente, të kujdesej për shtëpinë, të ndihmonte Markun. Do të vazhdonte të ishte lidhja midis së kaluarës dhe së ardhmes, duke u siguruar që tregimet të mos harroheshin dhe traditat të mos humbeshin. Por ajo gjithashtu dinte se do të kishte më shumë kohë për vete. Mbrëmje të qeta në verandë me Markun, ditë të gjata në pyll duke kënduar me vete, mundësi për të vizituar vende të reja, për të parë detin për herë të parë, ndoshta bashkë me familjen e saj. Jeta nuk ishte mbaruar, ajo ishte thjesht duke marrë një formë tjetër. Ashtu si malet që ndryshonin mestinët, por mbeteshin gjithmonë të njëjta në thelb, ashtu edhe ajo po ndryshonte, duke u rritur, duke u përshtatur, por duke mbajtur brenda thelbin e asaj që ishte bërë këtu. Një grua e fortë, e dashur, pjesë e tokës. Mama, tha Sofia, duke thyer mendimet e saj. A mund të tregoj diçka? Sigurisht, e dashur. Sofia nxori një fletore të vogël nga xhepi. Kam shkruar diçka. Një poezi. Për fermën. Maja e mori fletoren dhe filloi të lexojë me zë të lartë. Fjalët ishin të thjeshta dhe të pastra, si uji I përrojë. Ato përshkruanin erën në hekura, erën e tokës së lagur pas shiut, tingullin e pulave në mëngjes, ndjesinë e drurit të vjetër të derës në dorë. Dhe në fund, poezia përfundonte me këto rreshta. Kjo tokë nuk është vetëm dhe gur. Është kujtime që rrinë në rrënje të thella. Është duart që punuan, ëndrat që u mbollën. Është shtëpia ime, kjo është e gjitha. Maja ndjeu lotët në sytë e saj. Është e bukur, Sofia. Vërtet e bukur. Ajo do të bëhet një shkrimtare e madhe, tha Luka me krenari, duke e përkëdhelur kurorën e tij. Ose një fermere e madhe që shkruan poezi, tha Marku, duke vënë një dorë mbi supat e Sofjes. Maja ia ktheu fletoren. Ruaje këtë. Dhe shkruaj gjithmonë. Këto janë gjërat që nuk duhen harruar. Sofia u buzëqesh, duke e shtypur fletoren në gjoks. Do ta bëj. Ndërsa errësira bie më shumë, ata shkuan brenda. Maja ndezri dritat e vogla në kuzhinë, duke derdhur një dritë të ngrohtë dhe të ftuar. Ajo filloi të përgatis darkën, ndërsa Marku ndihmonte, duke prerë perimet me precizion. Sofia vendosi tryezën dhe Luka ndihmoi duke sjell ujë dhe bukë. Ishte një skenë e zakonshme, e përditshme, por për Majën çdo detaj ishte I shtrenjtë. Tingulli I thikës në dërasën e prerjes, era e barit të freskët, buzëqeshja e Lukës kur ai përpiqej të bartë shumë gota njëherësh. Kjo ishte jeta. Jo një dramë e madhe, por një seri momentesh të vogla, të ndërlidhura, që krijojnë një të tërë që ishte më e madhe se shuma e pjesëve të saj. Kjo ishte shtëpia. Pas darkës, ndërsa fëmijët shkuan në dhomat e tyre për të bërë detyrat ose për të lexuar, Maja dhe Marku mbetën në kuzhinë, duke pirë një çaj të fundit. Më kujtohet kur erdhe për herë të parë këtu, tha Maja, duke ju përgjigjur mendimeve të mëparshme. Isha aq e frikësuar. Dhe e lodhur. Dhe e humbur. Dër. E unë kur të pash për herë të parë, tha Marku.
duke qëndruar në atë verandë me valigjen tënde, duke jesh si një zog I thyrë. Por pastaj pash sytë e tu. Ata kishin një shkëndi. Një shkëndi që tregonte se ti nuk ishe thyrë fare. Ishe thjesht e përkullur. Dhe ti më ndihmove të drejtohesha përsëri. Jo, tha Marku, duke shtruar dorën e tij mbi të sajën. Ti e bëre vetë. Unë thjesht isha aty për të ofruar një dorë. Maja e dinte se kjo ishte e vërteta. Dorontina I kishte hapur derën. Marku I kishte dhënë një dorë. Por ajo ishte ajo që kishte vendosur të ecë përtej pragut. Ajo ishte ajo që kishte vendosur të punoj, të mësoj, të dashuroj, të falë. Do të them diçka, tha Maja. Edhe pse ndoshta të duket e çuditshme. Unë jam mirënjohëse për gjithçka që ndodhi. Edhe për pjesët e vështira. Edhe për dhimbjen. Sepse të gjitha më sollën këtu. Në këtë kuzhinë. Me ty me ata dy në katin e sipërm. Me kujtimin e Dorontinës në çdo kënd. Nuk është e çuditshme, tha Marku me zë të bullë. Unë jam gjithashtu mirënjohës. Edhe pse nuk do të dëshiroja të përsëritja ato vite vetëm mije për asgjë në botë, janë ato që më bën të gatshëm për ty për ta. Ata heshtën për një moment duke ndjer peshën e lumturisë së tyre, të qetë dhe të thellë. Do të bëjmë një fest, tha Maja pa pritur. Një fest? Për çfarë? Për gjithçka, tha Maja me një shkëndi në sy. Për vjeshtën e ardhshme. Kur të korrim misrin. Do të ftojmë të gjithë fqinjët. Do të kemi muzikë dhe kërcim dhe ushqim të bollshëm. Do të tregojmë tregime. Do ta bëjmë një festim të vjetër të korjes, ashtu siç bënte gjyshja e Dorontinës. Marku buzëqeshti. Ajo do të pëlqente shumë këtë. Do ta bëjmë për të, tha Maja. Dhe për ne. Dhe për ata. Ajo tregoi me kokë drejt katepit të sipërm. Për t'ju treguar se jeta nuk është vetëm punë. Është festim gjithashtu. Festim I fryteve të punës son, të dashurisë son. Më pëlqen ideja, tha Marku. Do të fillojmë të planifikojmë nesër. Ata mbyllën dritën dhe shkuan lart duke kontrolluar fëmijët. Sofia ishte e fshehur në shtrat me një libër, por syt I mbylleshin. Luka kishte rënë në gjumë me dritën e ndezur dhe kurorën e tij ende në komodinë. Maja e fikri dritën dhe e vuri kurorën me kujdes në një rafth. Në dhomën e tyre, Maja shkoi te dritarja dhe hapi xhama. Era e freskët e natës hyri, duke sjell me vete erën e hekurave dhe tingullin e përrojt të largët. Në qiell, yjet shkëlqenin të qarta dhe të ftohta, të pafundme. Marku ju afrua asaj dhe e përqafoi nga pas duke e mbajtur fort. Çfarë po mendon? Pyeti ai. Po mendoj, tha Maja, duke u mbështetur në të, se në çdo yll atje lart, ndoshta ka një grua si unë, duke parë poshtë, duke menduar se është e vetmuar në një univers të madh. Dhe dua t'i thëras, mos ki frikë. Keqja nuk zgjat për gjithmonë. Dhe nëse je e gatshme të punosh dhe të dashurosh, do të gjesh vendin tënd. Do të gjesh shtëpinë tënde. Marku e puthi në qafë. Ti je e mrekullueshme. Jo, tha Maja, duke u kthyer për ta përballur. Unë jam me fat. Dhe jam mirënjohëse. Dhe kështu, në errësirën e butë, duke ndjer rrahjen e zemrës së burrit të saj pranë saj dhe duke dëgjuar frymëmarrjen e qetë të fëmijëve të saj në dhomat ngjitur, Maja e ndjeu veten plotësisht të prekur nga paqja. Ajo nuk ishte më vajza që kishte ardhur në mal. Ajo ishte rënja e një peme familjare që ishte mbërritur thellë në tokë dhe po shtrinte degët e saj drejt qiellit. Ajo e dinte se do të vijë dita kur Sofia dhe Luka do të largoheshin për të ndërtuar jetët e tyre. Por ajo gjithashtu e dinte se rënjët do të mbeteshin këtu. Dhe ata gjithmonë do të ktheheshin, siç bënin gjithmonë rënjët, për të gjetur ushqim dhe forca. Dhe ajo, Maja, do të ishte aty për t'i pritur. Me një shtëpi të ngrohtë, me një tryez të shtruar dhe me një zemër plot dashuri. Sepse kjo ishte mësimi I madh që malet I kishin mësuar. Jeta është një cikël I përhershëm I dhënies dhe marrjes, dhe dashuria është forca që lidh të gjitha kthesat e saj së bashku. Ajo mbylli syt dhe u lëshua në këtë ndjenjë. Në këtë fermë. Në këtë shtëpi. Në këtë dashuri. Kjo ishte e gjitha. Dhe kjo ishte mjaft. Më se mjaft. Ishte gjithçka.
Dhe kështu, në heshtjen e malit, në dritën e zbeth të hënës që përplasej në shtëpinë e vjetër prej druri, Maja ndiu një të qenë të plot që se kishte parashikuar kurrë. Këtu, mes gurve dhe pemëve, mes kujtimeve dhe ëndrave, ajo kishte gjetur jo vetëm streh, por edhe rënjë. Kishte gjetur një dashuri që s'kishte kushte dhe një shtëpi që s'kishte prag për të lënë. Në barkun e këtyre maleve, e thyrja e saj ishte për të rirë dhe nga pjesët e saj kishte lindur diçka e re, e qëndrueshme dhe e bukur. Tani e dinte, jeta nuk ishte rreth ikjes, ishte rreth gjetjes. Dhe ajo, në fund të udhëtimit, e kishte gjetur veten.